Disa shtretër modern janë vendosur në repartin e hemodializës në spitalin Isa Greza gjatë kësaj jave. Drejtori i spitalit, Hilmi Shala, the se investimet gjatë vitit 2025 kanë qenë të shumta dhe të orientuara në përmirësimin e shërbimeve për pacientët. Kemi pas furnizime pajisje mjekësore, gastroskop të ri, kolonoskop të ri, kemi pas donacione ergometrin, kemi pas dhe aparatën e ergometris, kemi pas donacione dhe një ultrason të tipit të fundit. Po ashtu SHSK-a ku dhe të fundit nga ka furnizuar dhe me karikat për hemodializ, të cilët këta pacientash do t'jenë më të lehtë, do t'a kenë qëndrimin gjatë marrjes së dializës në këto shërbime. Drejtori Shala theksoi se është rregulluar edhe hyrja kryesore e spitalit, duke u pajisur me një recepcion funksional dhe të standardizuar. Gjatë vitit 2025 në spitalin Gjakovës ka pas investime nga më të ndryshmet edhe në infrastrukturë, edhe në pajisje mjekësore, që mendoj që i kanë ngritë cilësinë e shërbimeve edhe për qytetarë që marrin shërbimet e ne, po ashtu e lehtësojnë edhe punën e mjekëve në spitalin tonë. Nga investimet në infrastrukturë vlen të ceket pra recepcioni multifunksional, i cili ka qenë shumë i nevojshëm në spitalin tonë, pastaj janë rrjeti i kanalizimeve të brendshme dhe të jashtme të spitalit, të cilat janë investuar nga shërbimi spitalor klinikën universitar. Në fund, Shala tha se do të vazhdojnë me investime të tjera që garantojnë trajtim të sigurt, cilësor dhe dinjitos për pacientët.